që keni ardhur. Unë quhem Bleriana Bino, përfaqësoj sajtet dhe rrjetin për gazetarët të sigurt në Ballkanin Perëndimor dhe sot do ta lexoj këtë deklaratë në emër të rreth 20 organizatave të shoqërisë civile dhe për lirinë e medias në Shqipëri, të cilat së bashku me to kemi ndjekur me shumë kujdes ndryshimet në kodin penal aktual, të cilat prekin lirinë e shpresë dhe sigurinë e gazetarëve. Pavarësisht se në parim janë disa ndryshime pozitive dhe të mirëpritura të kërkuara prej kohësh nga shoqëria civile dhe komuniteti gazetarëve, ne me keqardhje vëmë re që drafti që do të miratohet sot në seancë plenare nuk përmbush standardet e Këshillit të Evropës për lirinë e shpresë dhe mbrojtjen e gazetarëve dhe as kërkesat që kemi patur ne si shoqëri civile dhe si komunitet gazetarësh për të forcuar lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen e gazetarëve në për shkak të funksionit dhe të detyrës së tyre. Së pari, teksti parashikon mbrojtje, po njëkohësisht edhe dekriminalizim të shpifjes vetëm për një grup të caktuar që janë cilësuar në ligj si gazetar të regjistruar dhe të njohur. Kjo është një dekriminalizim i pjetshëm dhe nuk është në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës dhe as me kërkesat që ne kemi pasur për një dekriminalizim të plotë të shpifjes dhe të thyerjes, për të siguruar kështu një mjedis mundësues për lirinë e shprehjes për forcit publik. Së dyti, Shqipëria nuk ka dhe në fakt nuk duhet të ketë një regjistër për gazetarët. Çdo përpjekje për të krijuar një regjistër për gazetarët apo për ta rregulluar profesionin sjellin pasiguri juridike dhe kanë pasoja serioze sa i takon efektit frenues mbi lirinë e shprehjes. Së treti, ky formulim aktual përjashton nga mbrojtja dhe përjashton nga dekriminalizimi aktorë të tjerë në hapësirën publike, që mund të jenë përfaqësuesit e shoqërisë civile, sinjalizuesit, aktivistët, studiuesit, por njëkohësisht edhe qytetarët, të cilët mund të marrin pjesë dhe kanë të drejtë të ushtrojnë lirinë e tyre së shprehjes. Dhe së fundmi, fakti që është dekriminalizuar pjesërisht vetëm në 120 i shpifjes, por jo në 119 i thyerjes, nuk e realizon dekriminalizimin e plotë, sepse mban akoma të kriminalizuar thyerjen, duke pasur kështu një efekt frenues mbi fjalën e lirë. Dua të theksoj se këto nuk janë vetëm shqetësime të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri dhe të Komitetit Medias, ato në fakt janë mbështetur edhe nga rrjetet më të mëdha europiane për lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve, duke filluar nga Reporterët pa kufi, nga Instituti Ndërkombëtar i Shtypit, Federata Europiane e Gazetarëve, Mekanizmi i Reagimit të Shpejtë, Rrjeti për Gazetarë të Sigurt në Ballkanin Perëndimor dhe shumë organizata të tjera europiane, të cilat e kanë mbështetur përpjekjen tonë dhe kërkesën tonë të kahershme për të bërë dekriminalizimin e plotë të shpifjes dhe të thyerjes. Dhe ky është në fakt mesazhi jon i qartë. Në të njëjtën kohë ne duam të theksojmë se reforma në kodin penal aktual, pra për dekriminalizimin e shpifjes dhe të thyerjes, nuk i zgjidh plotësisht të gjitha sfidat strukturore që ka media, gazetarët dhe liria e shprehjes në Shqipëri. Në fakt kërkohet një reformë më e thellë dhe më e plotë për të adresuar të gjitha problemet, duke nisur që nga kushtet jo të sigurta dhe jo të denja të punës, tek presionet politike, ekonomike, te paditë kundër pjesëmarrjes publike dhe shumë probleme të tjera strukturore që ka sistemi mediatik në Shqipëri. Për këtë arsye kërkohet, sikur se thash, një agjendë më gjë reformuese dhe jo ndryshime të fragmentuara her pas here në legjislacione të ndryshme. Sot, përpara votimit në seancë plenare, ne i kërkojmë përfaqësuesve të mazhorancës dhe të gjithë deputetëve të Republikës së Shqipërisë që ta përmbyllin reformën e ndryshimeve në kodin aktual penal në mënyrë të plotë dhe të qëndrueshme, duke dekriminalizuar plotësisht shpifjen dhe thyerjen, duke garantuar mbrojtje të barabartë për të gjithë ata që marrin pjesë në hapësirën publike në saj të funksionit dhe jo të statusit të tyre, dhe duke e lidhur mbrojtjen ligjore me funksionin e lirisë së shprehjes dhe jo me statusin e individëve të caktuar. Kjo nuk është vetëm një çështje teknike dhe ligjore, nuk është vetëm një çështje e shoqërisë civile apo gazetarëve, kjo ka të bëjë me të drejtat e njerëzit në thelb, me lirinë e shprehjes, me aspiratat e Shqipërisë dhe demokratizimit dhe vlerat europiane. Faleminderit.